Hoxh, ndyshta të zani, njëherë më ka dek babi, e herën e dytë vjeri, çka duhet me ba? Allahu të rujt ata fëmijë që i ke lind e ti mshiraftë edhe babën edhe vjerin. Kur gjës duhet me ba? Kjo është kaderi Allahut, s'ka lidhje me shtatzanit e tua. Po çka të këshillojnë? Me babet fëmijë mos më tut, banet tretin, e banet katrin, e pestin, e gjashtin, e dhjetin. Nëse ke mundësi me lind fëmijë hiç mos u nal. Fëmijët janë bereqet, fëmijët janë mirësi, fëmijët janë khejr, fëmijët janë sebeb për me fitu xhennetin, nëse i edukon. Fëmijët janë e ardhmja e vendit tënë, ardhmja e dinit tënë. Kështu që s'ka lidhje, absolut, shtatzania jote me vdekjen e babas apo të vjerit. Jo, motër. Ruje mos krijo bindje të gabuara që të shtin gjunah. Allahu të bekoft.